E ke këtë zjat. Po jam për Sali Berisha, për Edi Rama, për Belinda Ballukun, për çka ke? Për çka ke? Kush është më mirë, Sali Berisha apo Ervin Saliani? Temën ty, për Sali Berisha pat pushtetin, dy kur u hap demokracia në fillim që ka qenë Azem Hajdari, dy kur u vra Azem Hajdari, dyrin tani në kohën e Edi Ramës e pa Sali Berisha. Çfarë boni Sali Berisha? Sali Berisha vrau 4 vetë në qendër. Sali Berisha vodhi gjithë parat e fajdave, duke fillu këtë Xhaferi, këtë Sudja, këtë Kamberi, këtë Vibja Limuça, që e burgosi këtë se koti. Sali Berisha pru njerëzit nga malet, i pru në fush vodhi gjithë pronat e qytetarve, e vrau gjithë qytetarët e ndershëm, fshatarët e ndershëm. Sali Berisha vodhi banesat në rrugën Mustafa Motohidi thot e kam pronën time. Nga e ka, nga baba, nga nona, nga gjyshi, nga kush i ka. Kush do të jetë kryetari i PD-s? Saliani më mirë tjetë për PD-n kryetari, sepse do jetë më mirë. Po juve pse pëlqen më shumë? Saliani nuk mund, mendoj se nuk është i pisët me këto vepra që bën Sala. Se Sala më ka marrë shpinë Mustafa Motohidi mua sot. Edhe do ma kthej me leka, nuk e di çka. Kur ja ka marrë Berisha se ka shumë vite që nuk është. Jo, ma ka marrë në 97, 98. Po, 97, 98, 99. Ku e ke pas shpinë? Ke Mustafa Motohidi. Aty e kam, ke shkolla Kosova. A me ku a Sala sot? Ku në bo palat A më do të thënë ka marrë shtëpinë Shpinë time gjithë ka banesat marrë. private që ka qenë. Ka përfitu rast. Hapen hartat e vjetra. Tapen hartat Në aty arkivën e edhe shtetit. dalin. Ke arkiva e shtetit. Se unë nuk di me këta. E ka vështirë. Unë do themi këtena. Prap edhe për Edi Ramën, për Belinda Ballukun. Do themi edhe këtena. Se e hoqëm. Edhe Belinda të kontrollohet me këto vepra, se pa e thonë që ka vjedh fondet, ka vjedh trendat, që janë këto, të kontrollohet më mirë të dalin Licenza do sa licencat. Se nuk duhet të akuzosh tjetrin, të dorëzohet vetë më mirë. Nëse ajo fajtore të dorëzohet vetë. Mendoj unë. Do themi Saramas më deprit. Ja. Edi Rama jep shumë premtime. Edi Rama me çfarë do t'i rrisit që thot, do t'i rris 30% pensionet, 50% pensionet. Ju vetë çfarë i kërkoni Edi Ramës? Edi Ramës i kërkoj ma premtimin që ke thonë që kur u vune kryeministër apo një kur u vune kryetar bashkie. Ma premtimet e popullit edhe premtimet e qytetarëve. Ma premtimet e pensionistëve, të invalidëve, petroplexikave. Pse nuk e bëse çapat Enver Hoxha dikur, se njerëzit janë Si individ, nëse do kishit mundësi të kërkoni një dhuratë. Do i kishe përballë Ramën, çfarë do i thoje? Do t'i thoshe do t'i thosha dorëzo Belinda Ballukun që sa është fajtore, një. Edhe mbaj premtimin që i ke thënë popullit. premtimet e pensionistave. Për popullin që ka në vështirësi. Për shtëpia se njerëzit janë rrugëve, pse nuk i fal hyrjet e pallatit. Janë pallatet bosh. Rrugat, pensionet, pse nuk i shkojnë 1 milion lekë siç e ka Amerika, siç e ka Anglia, Zvicra. Pse nuk ishte pensionet? Invaliditetin ta çojë pak 1 milion lekë, kurse pensioni një pensionisti shkoi 1.500.000 lekë. Sepse ditët rritet çmimi, damatja, speci, urizi, rritën gjithë produktet ushqimore. Ata do gjithë jetën, do vdesin një ditë, thuj Edi Ramës. Prap ty do të ngelen lekët ati personi që ndron. Çfarë do bëhe nëse do ishe për një ditë kryeministre? Unë po të isha kryeministre, unë për vete do ndryshoja popullin, do t'i stabilizoja ata që rrinë në rrugë. Vetëm me banesa, duke ju dhënë banesat edhe duke ju dhënë ka 500.000 lekë. Do ta bëja ku dojnë populli, ku kanë dëshirën populli. Shivi pallatet, bosh. Kushtet. Shivi gjithë ne. Dalim tani, duke filluar nga Tirana, të shku ki fresku. Të kalojnë mbretëri, themun. Kush tjetë mbreti? Unë dua që t'jem unë mbretëresha, mbreti në vim, tash i majmë edhe dashnorin, ka bovaki. Ma mirë majmë, mbretin e kena për ditën, burrin e kemi për natën. Ta kalon të ndroj mirë. Po, mbreti është dashnori në këtë mes, të kalojnë mbretëri më mirë, unë të bëjmë mbretëresha, ai person që të vi, uroj tjetë bashorti im i arshëm që kam sot mbreti. Edhe uroj që ai levi ligjin taman, sa ai është për këto gjëra. As nuk merret me politik, as nuk merret me fushata politike, ai është jashtë politikës dhe është juaj. Ku do të ndërtojnë mbretërinë? Këtu në Shqipëri. Në çfarë vendi Shqipëri? Po kujdi rrugët unë shkoj e shoqëruar.
Po ku të do të im shoq? Faleminderit. Prit, do të Faleminderit të them dyve. diçka, prit. Do të them prap diçka. S'kemi dhe shumë kohë, prandaj. I di më në minutazhin. Do doje të ishe mbreti? Ja, unë do të ri, unë do Duhet të i ri. gjatë mbreti, Unë do të ri këtë që jam. Si duhet të jetë mbreti? i gjatë. Unë tash i mbretëresha jam e shkurt, s'kam Çfarë Balkin- pozicioni do ta vije nëse do ishe mbretëresha? Unë do rregulloja gjithë vendin. Shokun tën, në çfarë pozicioni do e vendos? Ja, nuk do, ja. Bodyguard. Ja. Të vroja. S'ka Ja, që ja, se ja, e ban ja. punën aq sa për mua. Ja. Unë do thoja një këtene. Pranohet ishe bodyguard? Ja, unë do thoja këtene se kishe fjalën ke Belinda. Bodyguard me përndjek mua, ku hyje Ja, ku Sara, dal. Sara, prit. Se kishe fjalën ke Belinda. Temi Qa ke bëj Belinda, me ke burin Belinda. natën, do më rishëroje. Sara, Do basta, përgjës qa basta. bëj me atarin natën. Basta, Sara. E kishe fjalën ke Belinda. Unë do t'i thoja Edi Ramës. Me çfarë? Ja, ke Belinda. Pra e prano ofertën që të bëri, Sara. No. E ka frikë të shkretën se e hanë. Është me pupla e hanë. No. Budalla. I ka i tjati. Mos pa mush me në fare. Ashtë rrugë pa krye. Me këto reformën, me këtë lëvizjen e re që ai ka nisur së bashku me Ilir Ali Mehmetajin, a mendoni se do ishte më mirë që ai të ishte kryetari i PD-s? Tu duhet një bashkim. Pak rëndësi kush është kryetari. Ta po për çfarë? Berisha ka thënë se këto janë thjesht kafe, nuk janë takime zyrtare. Ndërkohë, ai nga ana tjetër thotë që synon thjesht që ta forcoj partinë. Ai të prish punë. Gjithë elektrat që do i vira Saliani, ta shkunda Berishës. Dakor? A ka ikur koha e Berishës? Ka i. Duhet t'japi të rejtë. Ti bashkoja dhe t'japi të rejtë. Cili nga të gjithë deputetët e PD-s ose të një tjetër figurë mendoni se mund të jetë i denjë për t'ia zënë vendin? S'ma hamre s'ma mushtyur nësë. Në pranverë do mbahen zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. Pa. Edhe? Kush duhet t'ia zërë vendin Berishës? Atë vendos Partia Demokratike, nuk kam bet. Ku vetë si qytetar, kë mendoni se mund të jetë një Atë kundërshtar i vendos denjë për Ramën? Atë vendos Partia Demokratike. S'kam drejt ta vendosoj. Ai kush është më i mirë, e di më mirë ata se unë apo ja. Se thotë. Juve kush do e përfaqësonte më shumë nga ata? Partia Demokratike me 75-01. Partia djathtë. Miru pa. Më pak. Duket Ervin Saliani. Kush? Ervin Saliani. Këta I ka marrë drejt të dyja. Sa duhet. A është denjë ta jetë për qenë kryetari I ardhshëm I Partisë Demokratike? Po, Me që është Po. i ri dhe mundet. po. Berisha e ka cilësuar se takimet e tij janë thjesht kafe dhe nuk janë zyrtare. Ndërkohë ai nga ana tjetër thotë që po mundohet të forcojë partinë. Kujt I jep më të drejtë? Të drejt Ervin Salinianit. Gjithë të rive, gjithë të rive që janë duan vetëm rini të marrin pjesë, të organizohen e të bëjnë diçka për këtë shqip. A do ta lëshoj Berisha vendin? Ta lëshojnë me forcë bile. Mirë, Sali Berisha apo Ervin Saliani? Jo, të do me gjetë ke unë këtë mundi, Ju si qytetar çfarë mendoni? asë më intereso fare. Opozita Juve, është për të na përfaqësuar ne. po mirë atëre kur e di pse më pyet mu. Kush është më I mirë? Të dytë mirë janë. A mund t'ia zërë Saliani vendin Berishës? Mirë, Ervin Saliani apo Sali Berisha? Më I ri është Saljani. Kush duhet jetë kryetari I PD-s? I ka heq. Unë do të hem. Po ku ata se zgjidhin vend do heq zgjedhë unë. Kush është më I mirë, Ervin Saliani apo Sali Berisha? Unë nuk I njoh, sot me asë një asë se njoh. S'kam marrë me partit tërë jetën teme. Nuk I njoh të ti. Po, detyrimisht I riu me ty nuk krasëm unë me. Vetë në gjithë mësoni nga plejtë. Unë nuk krasëm me ty sikur I kështu të kryset ka botë. I riu gjithmonë me të lartë. Unë të ashe shko hajnë që buka tje zerë një robet e fli. Gjumë, qërë do bëj me unë? Pret nga mua të artme? S'pret. Asi gjë. Pandaj me të rinë, ju e ta me rindorë. Po e mortyve Shqipëria, po se mortyve Shqipëria, me të fund botës.
A më kuptohet tash e di? Pa, mund ta liroj Berisha Karikën? Po atje pasaj, mendja ti se di. Unë po t'jem Iku e një herë, liroj. erdhi prapë. Unë po t'jem e liroj. Unë si person t'jem e liroj. T'jale qupës teme, djalit tem, dhe ti t'jale gjithmonë fëmijët mi. Një për avembeseve t'jale stafetën, e në veru të është, stafetën le ta marrin nia. Mund t'i keq, mund t'i mirë, po stafetën duhet ta marrin nia të është e në veru. Stafetën ta men juve. Dalun për para ty, unë s'di këtu, ja, po kërkoj një mbesë se gjej dot, unë s'di vendim. Ti i nje me plemdorës, më rëvesh e di, se miku të ruri mua. Prandaj për ju të rinë, për shembull, i riu është gjithmonë na jep fitore. Pas pa të rinj, neve jemi të vdekur. Na jurojmë, ju na dërgoni para, shkoni ande, shkoni këte, punoni këtu, ne jemi 5 lekë që pijmë një kafe. Më rëvesh vajzë, gëzojmë ju të rinë. Kështu mik, ju të rinë ta merrin dorë. Qa? Të shi, po më pytë mu dy, po është i gjohë që aty janë gjithë. Ka e klyshi del më i rëzikshëm se... Kështu që breziri jo më i pashtë se brezi vjetër, ka menimim, ha? Kush mund t'jetë kundërshtar më i fort për Ramën? Kundërshtar më i fort për Ramën, do t'jetë logjika, shoko. A i që ka logjik, a i që nuk shah, a i që gjithë fjallë të mënë, a i që e mërë me butësi, a i që thot gjona të mënë, po të shah nuk me e të pushteti. Tu anku të shah, njerëzit duen pozitivitet, nuk duen sharje, intriga, pisliqe. Të kujtojnë se shqiptarët e në budalej. Shqiptarët të njeri jo shqiptarët, për populli është i zjut. Nga gjithë figurat e reja politike, kush mendoni se është më i denjtë për qenë kryeministër i ardhshëm? Unë kom simpati për njëni i PD-s, një Roland Bego. Pa ate kom simpati. është i drejt, është i nërshëm, është i drejt për drejt. Unë, si individ, pa ate kom simpati. Po nga këto partitë e vogla? Partitë e vogla, unë s'kam besim ke partitë e vogla. Për shembull, Adriatik Lapaj, prej mbrëmjes së djeshme, është akoma përpara kryeministrisë. Lema i bë show, jerë ka bë show me goma, tu gjithë gomat nga ajo. Të shi për bë show. Në këto partitë e vogla kom respekt për ata qorin. Se ka i. A i më duket, Arlin Qori, a i më duket më i besueshëm, si këmë ato. Faleminderit. Ervin Saliani apo Sali Berisha? Kush? Ervin Saliani apo Sali Berisha? Saljani. A do ja liroj vendin Berisha?